We need Greenland from a national security. We need Greenland for national security and even international security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Besoni apo jo? Trump e ka futur Grenlandën në shportin e blerjeve të Washingtonit, ndonë se nuk është as në dispozicion dhe as në ofertë. Pse e dëshiron me aq dëshpërim? Në përshkrim thuhet se Grenlanda është ishulli më i madh në botë, 80% e mbuluar me akullnaja dhe shtëpi për rreth 56.000 inuit. Ajo është një territor veçeverisës i Danimarkës, ndërsa Danimarka është antare e NATO-s. Grenlanda menaxhon shumicën e çështjeve të brendshme dhe administron burimet natyrore, ndërsa Danimarka mban politikën e jashtme, mbrojtjen dhe financat. Që nga viti 2009, Grenlanda ka edhe të drejtën të shkëputet, nëse qytetarët e miratojnë këtë me referendum. Ndoshta Trumpi e ka interpretuar këtë si dritë jeshile, kush e di. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future, and if you choose, we welcome you into the United States of America. Argumenti i fundit i Trumpit është se SBA duhet ta zotrojë Grenlandën për ta penguar Rusinë dhe Kinën. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Ai madje pretendonte se ishulli ishte i mbuluar me anijet kineze dhe ruse, ndonse nuk kishte asnjë provë pranë Grenlandës. Por le të shohim faktet. Strategjikisht, Grenlanda është praktikisht rruga më e shkurtër midis Amerikës së Veriut dhe Evropës. Gjithashtu është kyç për paralajmërimin e hershëm ndaj raketave balistike, sepse rruga më e shkurtër midis Rusisë dhe SBA-s mund të kalojë përmes Grenlandës, ndërsa ndryshimet klimatike hapin rrugën e Veriut të Detit dhe kalimin veriperëndimor, linjat e reja detare po bëhen një obsesion sigurie. Aty ndodhet edhe arka e Thesarit me metale të rralla si litiumi, më pas uraniumi, si dhe pretendime të mëdha për potencial të naftës dhe gazit. Sipas një studimi të vitit 2023 në Grenland janë gjetur 25 nga gjithsej 34 llojra kritike të burimeve të Bashkimit Evropian. Në realitet, ekonomia e Grenlandës mbetet kryesisht e varur nga peshkimi, ndërsa disa pjesë të popullsisë autoktone kundërshtojnë minierat. Gjithashtu, disa analistë theksojnë se Trumpit për sigurinë kombëtare nuk i duhet i gjithë kontrolli i Grenlandës, sepse marrëveshja SBA-Danimarke vitit 1951 tashmë i lejon amerikanët të ndërtojnë bazat e tyre si Pitufik ish Tule dhe të vendosin zona mbrojtëse shtesë. Sipas disa vlerësimeve, forcat e tyre atje janë madje më të fuqishme se ato daneze, kështu që në teori mund të pushtonin ishullin me rezistencë minimale. Duke i ditur të gjitha këto, a është në lojë siguria apo pasuria minerale? Trump gjithashtu mbështetet në një histori të gjatë të tregtisë së territoreve. SBA ka bler tashmë Louisianën nga Franca në vitin 1803, Alaskën nga Rusia në vitin 1867, madje edhe ishujt Virgin të Amerikës nga Danimarka në vitin 1917. Ai madje kishte tentuar të siguronte Grenlandën duke e blerë që në vitin 1867 me një ofertë për shkëmbim territoresh në vitin 1910 dhe në vitin 1946 i ofroi Danimarkës $100 milion në arë, gjithçka pa sukses, sepse ashtu si atëherë, edhe sot Danimarka dhe Grenlanda përsërisin, nuk jemi për shitje. Çfarë po konsiderohet sot sipas pretendimeve? Së pari blerja, së dyti pagesa për grenlandezët. Këtu flitet për $10.000 deri në $100.000 për person për t'i bindur që të shkëputen nga Danimarka. Së treti një marrëveshje për asocim të lirë, sipas së cilës SBA merr përsipër mbrojtje në këmbim të ndihmës ekonomike për Grenlandën. Dhe së katërti, përdorimi i forcës ushtarake nuk përjashtohet, edhe pse Danimarka paralajmëron se kjo do ta shënonte fundin e NATO-s. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Dhe gjithë kjo është mirë e planifikuar, mirë po Grenlanda dhe Danimarka vazhdimisht pohojnë se nuk janë për shitje. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand, Mr. Trump.
Një sondazh i vitit 2025 tregon se afërsisht 85% e grenlandezëve refuzojnë idenë të bëhen pjesë e SBA-s, ndërsa nga ana tjetër vetëm 7% e amerikanëve mbështesin një pushtim ushtarak. My thought about Trump just wanting to take over Greenland is absurd. Yeah, it's just madness. I think that it's terrible that he keeps on threatening about invading Greenland as it's a part of Denmark and it's his own country. Grenlanda sigurisht nuk do t'i bashkohet SBA-s me vullnet, por të shohim nëse përsëri do të bizotroj forca, madje edhe presidenti Trump e pohoi se të gjitha kartat janë mbi tavolinë.